Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me ju, me mua Tirona Lilin, për të vazhduar ditën e sotme këtë maratonë në fakt të Big Brother dhe të lajmeve më të fundit. Unë do ta hap këtë ditë me një pikpyetje që në fakt ju e keni në vete dhe shpeshherë ndoshta ade ja drejtoni vetes tuaj. Pse banorët e Big Brother, VIP Albania, VIP Kosova, në përgjithësi banorët e Big Brotherit, këtij formatit social, kaq të ndjekur, kaq të komentuar, kaq të përfolur, kaq pjesë të shtëpive e shqiptarëve, pse ndryshojnë pas daljes së tyre. Psikologja Antigona Sejdiu ka komentuar ndikimin psikologjik që sjell qëndrimi i gjatë në ambiente të mbyllura dhe në vëzhgimin të vazhdueshëm, siç ndodh në formatet televizive në izolim në rastin e Big Brother VIP Kosova Albania. Për portalet ajo ka thënë se 100 ditë në një hapësirë të kufizuar transformojnë mënyrën se si një person ndjen, reagon dhe ndërvepron. Sejdiu thekson se mungesa e privatësisë dhe kontrolli i vazhdueshëm rrisin nivelin e stresit psikologjik, duke e bërë të vështirë rrugtimin dhe rregullimin emocional. Qëndrimi 100 ditë në një hapësirë të mbyllur nën vëzhgim të vazhdueshëm dhe me mungesë privatësie krijon një nivel tjetër të lartë stresi psikologjik. Tensionet emocionale rriten, reagimet bëhen më impulsive dhe çdo konflikt merr për masa të mëdha. Mjedisi i kufizuar e bën të pamundur shmangjen ndaj ndjenjat intenfiksionohen dhe rregullimi emocional bëhet më i vështirë, tha ajo. Ajo shton se izolimi i gjatë krijon një mikrobot ku konkurrentët fillojnë të perceptojnë realitetin ndryshe. Izolimi afatgjatë ndryshon mënyrën si konkurrentët e perceptojnë realitetin dhe marrëdhëniet, duke qenë të shkëputur nga bota e jashtme. Ata fillojnë të funksionojnë brenda një mikrobote ku emocionet amplifikohen dhe normat sociale zhvendësohen. Në këtë situatë, lidhjet ndërtohen shpejt, konfliktet përjetohen më fort dhe sjelljet shpesh reflektojnë presionin e ambientit, jo të personalitetit të tyre në jetën reale, thot Sejdiu. Sipas saj, sfidat nuk përfundojnë me daljen nga programi. Pas përfundimit të formatit, shumë persona përjetojnë konfuzione, zbrasti emocionale dhe vështirësi në rikthimin në jetën e përditshme. Përballja me komentet publike dhe ndryshimet e ritmit kërkon kohë dhe shpesh ndihmë profesionale. Mungesa e kontaktit me familjen dhe njerëzit e afërt i privon konkurrentët nga burimet e zakonshme të mbështetjes emocionale. Pa praninë e figurave që zakonisht i qetësojnë ose i stabilizojnë, ata bëhen më të ndjeshëm, më të lëkundur emocionalisht dhe më të ekspozuar ndaj stresit. Kjo çon në rritje të irritimit, nostalgjisë dhe shpesh në projekcion të emocioneve tek banorët e tjerë. Pas daljes nga formati, shumë pjesëmarrës përjetojnë një fazë të tranzicioni ku ndihen të zbrazur, të hutuar ose emocionalisht të shumë të lodhur. Kalimi nga një mjedis me ritëm të lartë emocional, vëmendje publike dhe rutinë të kontrolluar në jetën e zakonshme nuk është i menjëhershëm. Disa kanë vështirësi të rikthehen në dinamikën e përditshme, përballen me komentet e publikut dhe përjetojnë pasiguri rreth imazhit të tyre. Mbështetja psikologjike në këtë periudhë është shumë e dobishme, thot ajo. Do të thënë, banorët jetojnë në dy botë dhe shkaku se ato jetojnë në dy botë, ndodh ky fakti që ato kur dalin ndjehen krejtësisht të zbrazët.